Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Administrata Trump ka propozuar tarifa të reja deri në 12.5% ndaj importeve nga 60 ekonomi, duke i akuzuar ato se nuk po luftojnë mjaftueshëm tregtinë e produkteve të prodhuara me punë të detyruar. Vendimi ka shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian dhe Kina, të cilat e kanë cilësuar masën të pajustifikuar. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka propozuar vendosjen e tarifave të reja tregtare ndaj importeve nga 60 ekonomi në mbar botën, duke hapur një front të ri në politikën e saj të ashpër tregtare. Sipas zyrës së përfaqësuesit të tregtisë së SBA-s, vendet e përfshira nuk kanë ndërmarrë masë të mjaftueshme për të kufizuar tregtinë e mallrave të prodhuara me punë të detyruar, një praktikë që Washingtoni e konsideron të padrejtë dhe të dëmshme për konkurrencën amerikane. Propozimi parashikon tarifa shtesë për 10% për importe nga ekonomi të mëdha si Bashkimi Evropian, Tajvani, Britania e Madhe, Kanadaja dhe Meksika. Ndërkohë, për 45 vendet e tjera të hetuara, tarifat mund të arrijnë deri në 12.5%. Përfaqësuesi amerikan për tregtinë, Jameson Greer, deklaroi se mosveprimi ndaj mallrave të prodhuara me punë të detyruar krijon një avantazh të padrejtë për prodhuesit e huaj dhe dëmton punëtorët amerikanë. Nisma vjen në një kohë kur administrata Trump po përpiqet të rindërtojë politikën e saj tarifore, pasi disa masa të mëparshme u përballen me sfida ligjore në gjykatat amerikane. Megjithatë, reagimet ndërkombëtare kanë qenë të menjëhershme. Bashkimi Evropian e ka cilësuar vendimin si të pajustifikuar dhe ka hedhur poshtë pretendimet se nuk po lufton tregtinë e lidhur me punën e detyruar. Edhe Kina ka kundërshtuar masën, duke deklaruar se është kundër çdo forme tarifash të njëanshme dhe duke mohuar akuzat për përdorimin e punës së detyruar me zinxhirët e saj të prodhimit. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se do të pranojnë komente publike mbi propozimin deri më 6 korrik, ndërsa përjashtime nga tarifat do të kenë disa produkte strategjike si energjia, mineralet e rralla, ilaçet, pjesët e avionëve dhe disa produkte ushqimore. Ekspertët paralajmërojnë se nëse masat hyjnë në fuqi, ato mund të rrisin tensionet tregtare globale dhe të ndikojnë në marrëdhëniet ekonomike mes SBA-s dhe partnerëve të saj kryesor. Ushtria amerikane ka qelluar me raket Hellfire, një tanker që po drejtohet drejt Iranit në kuadër të një bllokade të vendosur nga Washingtoni. Autoritetet thonë se anija nuk ju bind urdhrave dhe u neutralizua për të mos arritur në portet iraniane. Tensionet me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar më tej pas një incidenti të raportuar në ujërat e Detit Arabik, ku një tanker është goditur nga ushtria amerikane. Sipas Komandës Qendrore Amerikane, një avion ushtarak ka lëshuar një raket Hellfire mbi anijen, pasi kjo e fundit nuk i është bindur urdhrave për të ndryshuar kursin gjatë një periudhe 24 orëshe. Autoritetet amerikane thonë se tankeri ishte duke u drejtuar drejt Iranit dhe është neutralizuar për të mos arritur në portet iraniane, si pjesë e një operacioni më të gjerë bllokade detare. Sipas deklaratës zyrtare, ekuipazhi i anijes ka injoruar disa paralajmërime të përsëritura, duke detyruar ndërhyrjen ushtarake përmes goditjes së motorit të saj. Raportohet se kjo është anija e 6 që dëmtohet që nga nisja e bllokadës amerikane në muajin prill, ndërsa 10 të tjera janë devijuar nga rruga drejt porteve iraniane. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar lehtësim të sanksioneve ndaj Iranit në këmbim të rihapjes së ngushticës së Hormuzit, duke hedhur poshtë raportimet për një marrëveshje të tillë të mundshme. Duke folur në Kongres, Rubio tha se çdo lehtësim i mundshëm i sanksioneve do të ishte i kushtëzuar dhe i lidhur drejt për drejt me heqjen dorë të Iranit nga programi i tij bërthamor. Ai theksoi se një marrëveshje do të ishte e mundur vetëm nëse Teherani përmbush detyrimet dhe angazhimet e tij ndërkombëtare në këtë drejtim. Deklaratat e tij vinë në një moment kur tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa konflikti i zgjatur në rajon ka hyrë në muajin e 4 dhe po ndikon edhe në tregjet globale të energjisë. Ushtria e Tajvanit ka prezantuar 3 versione të qenve robot ushtarak, të cilët mund të përdoren për patrullim, zbulim dhe operacione luftarake në ishujt e diskutueshëm të detit të Kinës jugore. Projekti vjen në një kohë kur tensionet me Kinën po rriten dhe Tajvani po modernizon kapacitetet e tij mbrojtëse. Tajvani ka zbuluar një teknologji të re ushtarake që duket e dalë nga filma fantastiko-shkencor. Instituti Kombëtar i Shkencës dhe Teknologjisë Chung-Shan, institucioni kryesor i zhvillimit të armëve në Tajvan, prezantoi 3 modele të qenve robot që mund të përdoren në misione patrullimi, zbulimi dhe mbështetje luftarake.
Robotët janë ndërtuar mbi një platformë të zhvilluar nga kompania amerikane Ghost Robotics, një nga prodhuesit kryesor të robotëve ushtarak me 4 këmbë. Inxhinierët tajvanezë kanë integruar teknologji shtesë, duke krijuar versione të ndryshme për mbikëqyrje, patrullim dhe madje një model të pajisur me armë zjarri. Sipas zyrtarëve të institutit, forcat e armatosura kanë shprehur interes për përdorimin e këtyre sistemeve, veçanërisht në zona të vështira për monitoruar nga personeli ushtarak. Një nga përdorimet e mundshme është vendosja e tyre në ishut strategjik të detit të Kinës Jugore, ku Tajvani ruan prani ushtarake dhe bregdetare. Bëhet fjalë për ishujt Pratas dhe Spratly, territore që kanë rëndësi të madhe strategjike dhe që ndodhin në qendër të mosmarrëveshjeve territoriale mes Tajvanit dhe Kinës. Pekini pretendon sovranitet mbi pothuajse të gjithë detin e Kinës Jugore, si dhe mbi vetë Tajvanin, ndërsa qeveria tajvaneze i refuzon këto pretendime. Prej muajsh, autoritetet tajvaneze raportojnë shtim të aktiviteteve të anijeve dhe dronëve kinez pranë këtyre zonave, ndërsa muajin e kaluar pati edhe një përballje disa ditore mes anijeve të rojes bregdetare të dyja palëve. Në këtë kontekst, investimi në sisteme autonome dhe inteligjencë artificiale shihet si pjesë e strategjisë së Tajvanit për të forcuar mbrojtjen dhe mbikëqyrjen e territoreve të tij. Megjithse ushtria nuk ka bërë ende porosi zyrtare për këta robot, ekspertët besojnë se teknologjitë të tilla mund të luajnë një rol gjithmonë më të rëndësishëm në konfliktet dhe operacionet ushtarake të së ardhmes. Nga patrullimet në baza ushtarake deri te ruajtja e ishujve të diskutueshëm, qend robot mund të bëhen së shpejti pjesë e realitetit të sigurisë në Azi. Suedia po shqyrton uljen e moshës së përgjegjësisë penale nga 15 deri në 13 vjeç, si përgjigje ndaj rritjes së krimeve të rënda të kryera nga të miturit të lidhur me bandat kriminale. Debati ka ndarë politikën dhe ekspertët, ndërsa parlamenti pritet të votojë ligjin në mesin e muajit qershor. Suedia po përballet me një debat të ashpër kombëtar që mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si trajtohen të miturit që kryejnë krime të rënda. Qeveria suedeze ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale nga 15 në 13 vjeç, një masë që vjen pas rritjes së dhunës së lidhur me bandat kriminale gjatë dekadës së fundit. Nëse miratohet nga parlamenti, ligji i ri do të lejojë që disa të mitur të dënuar për vepra të rënda si vrasje, përdhunim apo plagosje të rënd të dërgohen në institucione të posaçme penitenciare dhe vend të qendrave sociale për të rinjt. Autoritetet suedeze argumentojnë se sistemi aktual nuk ka arritur të frenojë përfshirjen e të miturve në krimin e organizuar. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, vetëm gjatë vitit të kaluar më shumë se 50 fëmijë në moshën 15 vjeç janë përfshirë në procese gjyqësore për vrasje ose tentativa vrasjeje. Qeveria thotë se bandat kriminale po rekrutojnë gjithnjë e më shumë fëmijë përmes rrjeteve sociale, duke i përdorur ata për atentate, shpërthime dhe sulme të armatosura. Megjithatë, propozimi ka hasur kundërshtime të forta. Ekspertë të sistemit penitenciar, organizatat e të drejtave të njeriu dhe parti opozitare paralajmërojnë se burgjet nuk janë vendi i duhur për fëmijë 13 vjeçar. Kritikët argumentojnë se këta të mitur kanë nevojë për rehabilitim dhe mbështetje sociale, jo për izolim në institucionet e ngjashme me burgjet. Debati është bërë edhe më i ndjeshëm për shkak të zgjedhjeve parlamentare që mund të mbahen në shtator, ku çështja e sigurisë dhe luftës kundër krimit është një nga temat kryesore të fushatës. Qeveria konservatore pretendon se masat e ashpra të viteve të fundit kanë ulur numrin e vrasjeve me armë dhe kanë çuar në shumë antar bandash pas hekurave. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se lufta kundër krimit të organizuar nuk mund të fitohet vetëm me dënime më të ashpra, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijë që shpesh rekurtohen dhe manipulohen nga rrjetet kriminale. Tashmë, vendimi është në duart e parlamentit suedez, i cili pret të votojë një nga ndryshimet më të debatueshme ligjore të viteve të fundit. Organizata botërore e shëndetësisë njofton se shpërthimi i ebolës në Republikën Demokratike të Kongos ka kaluar 320 raste të konfirmuara, duke u bërë një nga epidemitë më të mëdha të regjistruara ndonjëherë në vend. Ndërkohë, protestat në Kenia kundër një qendre karantine të mbështetur nga SBA kanë shkaktuar tensione dhe viktima. Shpërthimi i ebolës në Republikën Demokratike të Kongos vazhdon të mbetet një nga emergjencat më serioze shëndetësore në Afrikë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, numri i rasteve të konfirmuara ka kaluar 320, ndërsa 10 persona kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Megjithatë, autoritetet shëndetësore raportojnë edhe një zhvillim pozitiv. Pas hetimeve të kryera në terren, qindra raste të dyshuara janë përjashtuar, duke ulur ndjeshëm numrin e personave që konsideroheshin të infektuar. Sfida më e madhe për ekipet mjekësore mbetet varianti Bundibugyo i virusit Ebola,
i cili është përhapur edhe në Ugandë fshqinje. Për këtë lloj virusi nuk ekziston ende një vaksinë e miratuar zyrtarisht, gjë që e bën kontrollin e epidemisë shumë më të vështirë. Ekspertët thonë se sëmundja mund të ketë qarkulluar për javë të tëra pa u identifikuar, duke i dhënë kohë virusit të përhapet në komunitetet ndryshme. Pavarësisht situatës, qeveria e Kongos ka vendosur të rihap aeroportin e kryeqytetit, duke argumentuar se janë vënë në zbatim masat e forta kontrolli. Të gjithë pasagerët do t'i nënshtrohen matjes së temperaturës trupore dhe personat me simptoma të dyshimta nuk do të lejohen të udhëtojnë. Ndërkohë, frika nga përhapja e virusit ka shkaktuar tensione edhe në Kenya. Planet për ngritjen e një qendre karantine të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara kanë nxitur protesta të ashpra në qytetin Nanyuki. Banorët kundërshtojnë vendosjen e personave të ekspozuar ndaj virusit pranë komunitetit të tyre. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë kanë shkaktuar viktima, ndërsa një gjykatë kenjane ka bllokuar përkohësisht projektin për 3 javë të tjera. Megjithatë, presidenti kenjan William Ruto ka mbrojtur nismën, duke deklaruar se objekti do t'i shërbejë jo vetëm Kenjas, por edhe partnerëve ndërkombëtar në luftën kundër epidemive. Autoritetet amerikane kanë zbuluar një tunel të sofistikuar në toksor që përdoret për kontrabandën e drogës nga Meksika drejt Shteteve të Bashkuara. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 1 ton kokainë me vlerë rreth $45 milion dhe u arrestuan 4 persona. Autoritetet amerikane kanë zbuluar një nga tunelet më të sofistikuara të kontrabandës së drogës të gjetura në vitet e fundit përgjatë kufirit me Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Tuneli, i zbuluar pas një hetimi disa mujor të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, lidhte qytetin meksikan të Tijuanës me zonën pranë pikës kufitare të Otay Mesa në San Diego të Kalifornisë. Sipas hetuesve, struktura nëntoksore kishte një gjatësi prej afro 600 metrash dhe ishte ndërtuar me teknologji të avancuar. Ajo përfshinte mure të përforcuara, sistem energjie elektrike, ventilim, shina transporti dhe pajisjet e tjera që mundësonin lëvizjen e sasive të mëdha të drogës. Një nga detajet më të pasakonta të operacionit ishte dalja e fshehtë e tunelit në territorin amerikan. Autoritetet thanë se hyrja ishte maskuar në një dyqan tregtar dhe mund të aksesohej përmes një platforme hidraulike. Gjatë operacionit, forcat e rendit sekuestruan më shumë se 1 ton kokainë me një vlerë të vlerësuar për rreth $45 milion në tregun ilegal. 4 persona janë arrestuar dhe akuzuar për përfshirje në rrjetin e kontrabandës, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar anëtar të tjerë të organizatës kriminale. Autoritetet amerikane theksojnë se tunelet të tilla janë përdorur prej vitesh nga kartelet e drogës për të shmangur kontrollet kufitare dhe për të transportuar narkotik drejt tregut amerikan. Megjithatë, ekspertët e sigurisë thonë se niveli i sofistikimit të këtij tuneli tregon burime të mëdha financiare dhe teknologjike, duke reflektuar fuqinë që organizatat e krimit të organizuar vazhdojnë të kenë në rajon. Zbulimi konsiderohet një goditje e rëndësishme kundër trafikut ndërkombëtar të drogës, por njëkohësisht nxjerr në pas sfidat e vazhdueshme që përballen autoritetet në luftën kundër karteleve përgjatë kufirit SBA Meksik. Policia britanike po përballet me një zemërim të madh publik pasi një student 18 vjeçar u prangos ndërsa po vdiste nga plagët me thik pas një akuze të rreme për sulm racist nga autori i krimit. Rasti ka shkaktuar protesta, hetime zyrtare dhe debat kombëtar mbi veprimet e policisë. Një rast që ka tronditur opinionin publik në Britaninë e Madhe, po shkakton reagime të forta politike dhe shoqërore. Pamjet e kamerave të policisë të publikuara së fundmi tregojnë momentet e fundit të jetës së 18 vjeçarit Henry Nowak, i cili u prangos nga efektivët ndërsa po humbiste jetën pas plagëve të marra nga një sulm me thik në qytetin Southampton. Sipas hetimeve, autori i sulmit, 23 vjeçari Vikram Digwa, kishte informuar policinë se ishte viktimë e një sulmi racist nga Nowak. Bazuar në këtë pretendim, oficerët e trajtuan fillimisht studentin si të dyshuar dhe jo si viktimë. Në pamjet filmike, Henry dëgjohet duke u thënë policëve se ishte goditur me thik dhe se kishte vështirësi në frymëmarrje. Megjithatë, ai u prangos para se oficerët të kuptonin seriozitetin e plagëve të tij. Vetëm pasi konstatuan se ishte i lënduar rënd, policët i hoqën prangat dhe nisën përpjekjet për reanimin, por i riu ndorroi jetë pak më vonë. Ngjarja ka shkaktuar zemërim në të gjithë vendin. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se ekzistojnë pyetje serioze që kërkojnë përgjigje, veçanërisht lidhur me ndikimin që akuzat për racizëm mund të kenë pasur në vendimarrjen e policisë. Ndërkohë, qindra protestues janë mbledhur para komisariatit të Southampton, ku janë regjistruar përplasje me policinë.
Demonstruesit kanë hedhur sende ndaj forcave të rendit, ndërsa policia ka përdorur spraj me piper dhe mburoja për të shpërndarë turmën. Familja e viktimës ka dënuar trajtimin që ju bë djalit të tyre, duke e cilësuar atë çnjerëzor dhe degradues. Megjithatë, prindit kanë bërë thirrje që tragjedia të mos përdoret për të nxitur urrëtie apo përçarje. Autori i vrasjes është dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa policia e Hampshire ka kërkuar falje publike. Një nga oficerët e përfshirë ka dhënë dorëheqjen dhe hetimet ndaj veprimeve të policisë vazhdojnë. Rasti pritet të mbetet në qendër të debatit publik në Britani, duke ngritur pikpyetje mbi procedurat policore dhe trajtimin e situatave të ndjeshme që lidhen me akuzat për diskriminimin dhe racizëm. Rusia ka ndërmarrë një sulm të madh ajror mbi qytetet ukrainase, duke përdorur qindra dronë dhe 10 raketa, me 10 viktima dhe qindra të plagosur. Autoritetet në Kiev dhe Dnipro raportojnë shkatërrime të mëdha dhe viktima civile, përfshirë edhe fëmijë. Qytetet kryesore të Ukrainës janë goditur sërish nga një valë e fuqishme sulmesh ajrore, duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha në infrastrukturë civile. Sipas forcave ajrore ukrainase, Rusia ka lëshuar 656 dronë dhe 73 raketa në një sulm të koordinuar që ka shënjestruar kryesisht kryeqytetin Kiev, por edhe qytetet të tjera si Dnipro dhe Kharkiv. Autoritetet lokale konfirmojnë se të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe rreth 100 të tjerë janë plagosur, ndërsa mes viktimave dhe të lënduarve raportohet të ketë edhe fëmijë. Në Kiev, një raket dyshohet se ka goditur një ndërtesë banimi 24 katëshe, duke shkaktuar shkëmbjen e pjesëme të saj dhe duke lënë banor të bllokuar në ndërroja. Ekipet e emergjencës po vijojnë kërkimet në kushte të vështira. Qytetarët kanë kaluar orët e sulmit në strehimore në toksore, përfshirë edhe sistemin e metros së qytetit, ndërsa sirenat e alarmit janë dëgjuar në pjesën më të madhe të vendit. Nga ana tjetër, Ministria Ruse e Mbrojtjes ka deklaruar se sulmi është një përgjigje ndaj, siç e quan ajo, aktiviteteve terroriste nga pala ukrainase, duke pretenduar se janë goditur objektiva ushtarake me saktësi të lartë. Autoritetet ukrainase i kanë mohuar këto pretendime dhe thonë se sulmet kanë shënjestruar kryesisht zona civile. Në Dnipro, guvernatori rajonal ka konfirmuar disa viktima dhe të plagosur, ndërsa në Kharkiv raportohet gjithashtu për dëme dhe të lënduar. Kjo valë e rrethune vjen pas paralajmërimeve të vendeve të fundit për një ofensivë të mundshme të përshkallëzuar, duke thelluar edhe më tej krizën humanitare dhe pasigurinë në vend. Kombëtarja e Brazilit ka mbërritur në SBA për Kupën e Botës 2026, ku është pritur nga një ylber në aeroportin e Newarkut, duke u parë si një augur i mirë. Ndërkohë, rikthimi i Neymar në skuadër dhe zgjedhjet e trajnerit Carlo Ancelotti kanë shkaktuar debat në botën e futbollit. Kombëtarja e Brazilit ka mbërritur zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara, ku do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026 me synimin për të rikthyer lavdin dhe për të fituar titullin e 6 botëror. Skuadra braziliane u prit në aeroportin Newark Liberty në New Jersey në një moment simbolik pasi një ylber u shfaq në qiell gjatë uljes së avionit, një detaj që tifozët e kanë interpretuar si një augur pozitiv për turneun. Brazili, një nga favoritët historik të kompeticionit, do të luajë ndeshjen e parë me 13 qershor kundër Marokut. Vëmendja kryesore është përqendruar te lista e lojtarëve të përzgjedhur nga trajneri italian Carlo Ancelotti, i cili ka surprizuar opinionin sportiv me përfshirjen e 34 vjeçarit Neymar. Sulmuesi nuk kishte qenë pjesë e kombëtarës që prit dëmtimit të rënd në gjuhë në vitin 2023 dhe rikthimi i tij është shoqëruar me debat për shkak të gjendjes së tij fizike. Megjithatë, trajneri Ancelotti ka shprehur optimizëm se ai mund të jetë gati për sfidën e parë të grupit. Brazili ka përfshirë në skuadër edhe një numër të madh lojtarësh me eksperiencë nga botërori i Katarit 2022, duke synuar stabilitet dhe përvojë në një turne ku pritshmëritë janë gjithmonë maksimale. Me një kombinim mes brezit të ri dhe yjeve të njohur, Brazili hyn në botëror si një nga ekipet që pritet të luftojë deri në fund për trofeun. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka pritur ekipet kampionet të futbollit të femrave pas suksesit të tyre në arenën aziatike. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror tregojnë lojtarët duke brohoritur dhe shpërthyer në lodh gjatë takimit me udhëheqësin koreano verior. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka pritur në Phenian ekipet më të suksesshme të futbollit të femrave të vendit pas triumfeve të tyre në garat aziatike. Pamjet e publikuar nga televizioni shtetëror koreano verior tregojnë lojtarët e klubit Naegongyang dhe përfaqësues U17 duke brohoritur, duar trokitur dhe shpërthyer në lot teksa takonin udhëheqësin e vendit. Sipas mediave shtetërore, Kim Jong-un përgëzoi sportistët për sukseset e tyre
dhe më pas ndoqi një ndeshje miqësore mes dy skuadrave. Klubi Nanyang Women's FC fitoi muajin e kaluar Ligën e Kampionëve të Femrave të Konfederatës Aziatike të Futbollit, pasi mposhti ekipin japonez Tokyo Verdy Beleza në finale. Ky sukses ka siguruar gjithashtu pjesëmarrjen e ekipit në Kupën Botërore të Klubeve për Femra, që do të zhvillohet vitin e ardhshëm. Triumfi ka një rëndësi të veçantë edhe për shkak të aspektit diplomatik. Futbollistët e Nanyang ishin aleatët e parë nga Korea e Veriut që vizituan Korenë e Jugut pas 8 vitesh, duke marrë pjesë në turneun kontinental të zhvilluar atje. Ndërkohë, edhe kombëtarja U17 e femrave të Koresë së Veriut ka shënuar sukses të madh, duke fituar kampionatin aziatik për këtë grup mosh. Në Korenë e Veriut, sporti përdoret shpesh si një mjet për promovimin e krenarisë kombëtare dhe të imazhit të shtetit. Analistët vlerësojnë se takimet të tilla publike me udhëheqësin kanë një rëndësi të madhe simbolike dhe shërbejnë për të theksuar lidhjen me sukseseteve sportive dhe autoriteteve shtetërore. Për regjimin e Fenjanit, fitoret në arenën ndërkombëtare konsiderohen jo vetëm arritje sportive, por edhe një mënyrë për të treguar forcën dhe prestigjin e vendit në skenën botërore. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.